Shërbimet e Komisariatit të Policisë Vojdeje si rezultati kontrollave intensive në terren dhe hetimeve të kryera me metoda proaktive për evidentimin dhe goditjen e rasteve të kultivimit të bimëve narkotike, identifikimin dhe arrestimin e autorëve, finalizuan operacionin e koduar monitorimi. Gjatë operacionit në territorin e fshatit Kroni i Madh u gjetën të kultivuara një numër i konsiderueshëm bimesh dhe fidanësh të dyshuar narkotik kanabis sativa, të cilët u asgjësuan nëpërmjet djegjes përveç një pjese që u sekuestrua si provë materiale. Si rezultati i veprimeve hetimore, u identifikuan u kapën dhe u vu në pranga shtetasit PP 33 vjeç dhe AP 43 vjeçe vëlla e motër, banues në fshatin Kroni i Madh, të dyshuar si autor të kultivimit. Gjithashtu referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasit DD 51 vjeç, kryeplak i fshatit Kroni i Madh dhe NG 56 vjeç vrojtues pyjesh për veprën penale shpërdorimi i detyrës. Kontrollet vjojnë në të gjithë territorin e qarkut Shkodër me qëllim parandalimin, evidentimin dhe goditjen e rasteve të kultivimit të bimëve narkotike. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme.